Një fermer, së bashku me bagëtit e tij, mbeti I bllokuar në bjeshkët e Istogut të premten për shkak të rreshjeve të mëdha të burrës. Historia e tij alarmoi menjëherë autoritetet lokale. Policia ka kuptuar përmes rrjeteve sociale për rastin dhe menjëherë është nisur drejt kuvendit komunal të Istogut, ku është njoftuar edhe drejtori për emergjencat. Ekipet emergjente tashmë janë nisur për në vendin e ngjarjes. Shënjestër ka provuar të kontaktoj me drejtorin e emergjencave në Istog, por ai ka qenë I paqasshëm gjatë ditës së premte. Sidoqoftë, kryetari I komunës Ilir Ferati në një postim në Facebook ka bërë të ditur se çdo bjeshkatar I bllokuar nga bora është ndihmuar. Ekipet tona janë në terren, duke u kujdesur për çdo bjeshkatar të marrë ndihmën e nevojshme, ndërsa ofrojnë mbështetje edhe për bagëtitë e tyre. Fillimi I tetorit ka sjellë një rënje të ndjeshme të temperaturave në të gjithë vendin. Shënjestër.net